Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, gështenjat shërojnë këto 8 sëmundje ja kur duhet t'i haj urgjent. Temperaturat kanë rënë dhe rrugët e shesheve tona janë mbushur me shitës lokal që na kanë sjellë gështenja të freskëta dhe njëkohësisht të pjekura. Jo vetëm të shijshme, por gështenjat kanë edhe vlera ushqyese. Këto janë përfitimet shëndetësore që ju do të keni nga gështenjat. Ato janë të mbushura me lëndë ushqyese, janë një burim i shkëlqyer i antioksidantëve. Ndihmojnë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës, kanë shumë fibra në përmbajtje, përmirësojnë nivelin e sheqerit në gjak, ndihmojnë në humbjen e peshës, ulin inflamacionin dhe kanë veti potenciale kundër sëmundjeve të këqija. Të pjekura apo të zjera, gështenjat janë mbretëresha e tavolinës së vjeshtës. Tepër të shijshme dhe super energjike, janë një kur shumë e mirë për shëndetin ton. Konsumoni gështenja jo vetëm sepse janë një frut i stinës së vjeshtës, por sepse janë të pasura me vitamina, minerale dhe njëkohësisht ato i bëjnë mirë lëkurës dhe shëndetit të zemrës. Gjithashtu, cilësohen si një frut jo i zakonshëm, siç shpjegojnë nutricionistët. Gështenja në krahasim me frutat e tjera përmban ujë në sasi më të paktë, mirë po mund të konsiderohet minjerari për përmbajtjen e lartë të mineraleve sikurse janë hekuri, kalciumi, kaliumi, bakri, mangani, po kështu janë edhe një burim i mirë i vitaminave, në veçanti i vitaminës E, K dhe C dhe vitaminave të grupit B, tepër të domosdoshme për funksionimin e organizmit. Ndaj, këtu ne do t'ju listojmë arsyet se përse konsumi i gështenjës ju bën shumë mirë për shëndetin. Së pari, sepse janë super të ushqyeshme. 100 gram gështenj kanë rreth 165 kalori dhe 37 gram karbohidrate, nga e cila të paktën 1/3 është në formën e një seshtesë. Përmbajtja e tyre është më e lartë se ajo e patateve dhe përgjithsisht e ngjashme me atë të dritrave. Prandaj është një ushqim shumë kalorik që mund të bëjë kripra minerale, vitamina dhe antioksidantë në sasi të mirë. Së dyti, sepse përmban shumë vitaminë C. Fruti i gështenjës përmban vitaminë C sa limoni, por vetëm nëse ato hahen të papërpunuara. Vitamina C nga ana tjetër është po aq e rëndësishme pasi është edhe një aleate e lëkurës tonë. Gjithashtu, të pasura me vitaminën A dhe C favorizon edhe prodhimin e kolagjenit, i cili është i domosdoshëm për ruajtjen e elasticitetit të indeve. Kolagjeni është një proteinë që trupi e prodhon natyralisht. Ajo është e rëndësishme për ruajtjen e shëndetit dhe njëkohësisht gjallërisë së lëkurës. Së katërti, sepse mbajnë në zemrën tuaj të shëndetshme. Fal kaliumit, ato janë një burim i mirë duke u kthyer në aleate të zemrës dhe arterieve. Ndihmojnë gjithashtu edhe në mbajtjen e hipertensionit të shëndetshëm dhe të sistemit tuaj kardiovaskular tepër të shëndetshëm. Fal kësaj dhe fal pranisë së vitaminës C, ato kundërshtojnë mbajtjen e ujit duke promovuar qarkullimin e duhur të gjakut. Së pesti, ato janë gluten free. Ato mund të konsumohen edhe nga personat të cilët vuajnë nga sëmundja e celiakisë, e cila gjithashtu është një sëmundje e cila shkaktohet nga gëlltitja e glutenit, që është një kompleks i proteinave të patrekshme në ujë që ndodhen në grur dhe njëkohësisht karakterizohet nga një numër i madh manifestimesh klinike. Së gjashti janë kundër plakjes. Gështenjat janë të pasura me antioksidantë dhe për këtë arsye arrin që të kontribojnë në luftën kundër stresit oksidativ dhe të plakjes.
së shtati sepse uli nivelin e kolesterolit të keq. Konkretisht, prania e acideve të mira yndyrore, yndyrave të ngopura dhe të vitaminës C lejon rregullimin e nivelit të kolesterolit në gjak. Së teti, forcon dhe mbron imunitetin. Gështenja përmban antioksidant, polifenol dhe gjithashtu substanca të tjera të cilat kanë veprime antiinflamatore. Së nënti, janë aleate të shëndetit të aparatit tuaj tretës. Prania e lartë e fibrave i bën gështenjat probiotik të vërtetë dhe të afta për të mbështetur zhvillimin e florës bakteriale dhe gjithashtu funksionimin sa më të mirë të aparatit tretës, veçanërisht të zorrëve. Së dhjeti, kundër lodhjes. Përmbajtja e lartë e kriprave minerale dhe gjithashtu indeksi i lartë glicemik i këtij fruti vjeshtë ndihmon në rimineralizimin dhe rikthimin e rezervave të glikogjenëve të muskujve pas aktivitetit fizik. Përmbajtja e mirë e nisë shtesë paraprakisht dhe e karbohidratëve komplekse e bën gështenjën një vakt ideal për ata të cilët duan që të ushtrojnë sport të rezistencës pasi liron energjinë më ngadalë. Dalja në treg e gështenjave është një lajm i mirëpritur nga të gjithë. Kjo ndodh jo vetëm për faktin se gështenjat janë të shijshme, ato janë të buta dhe të sillnin ndërmend të gjithë aromën festive të darkave në familje. Mënyrat më të mira për shijimin e gështenjave janë zjerrja ose pjekja e tyre. Nutricionistët gjithashtu janë shprehur se pjekja e gështenjave e bën akoma dhe më të thellë aromën e tyre karakteristike, më të mprehtë shihen, por mbi të gjitha ruan në vlerat fantastike të tyre. Gjithashtu duhet të keni parasysh se gështenjat e pjekura mbrojnë sistemin tuaj tretës. Gështenjat janë të pasura gjithashtu me fibra. Kjo e fundit është thelbësore për mbarvajtjen e punëve në sistemin tuaj tretës. Ajo gjithashtu ul nivelin e kolesterolit dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Dhe gjithashtu, sipas të dhënave, një sasi e vogël prej 85 gram gështenja të pjekura ofron 4 gram fibër. Gështenjat nga ana tjetër përmbajnë kryesisht fibër të patreqme e cila i pastron zorrët nga mbetjet ushqimore. Nivelet e energjisë. Ndryshe nga arrorët e tjerë, gështenjat përmbajnë një sasi të lartë karbohidratesh. Një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura përmban 45 gram karbohidrate. Ato nevojiten për energjinë afatshkurtër dhe afatgjatë në organizëm dhe ndihmojnë edhe në funksionin e sistemit tuaj nervor. Gjithashtu, karbohidratet që përmbajnë gështenjat janë komplekse, që do të thotë se treten ngadalë dhe energjia që ofrojnë është e qëndrueshme. Gështenjat e pjekura për shëndetin e trurit. Gështenjat gjithashtu përmbajnë vitaminat e kompleksit B, të cilat treten në yndyrë. Ato gjithashtu ndihmojnë edhe në prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut, për shpërbërjen e proteinave, përçimin e energjisë, shëndetin e lëkurës dhe gjithashtu funksionet e trurit. Një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura do të gjeni 21% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës B6. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!